Minatorët e minjerës së Bakrit në Spaq të Mirditës kanë hyrë në ditën e 27 të bojkotit të punës, që për orëve të para të mëngjesit ata e mbledhur sërish para hyrjes së kompanisë koncesionare Tet Albania, të vendosur për të mos u rikthyer në galeri pa u plotësuar kërkesat e tyre. Minatorët kërkojnë njohjen e sindikatës së krijuar në muajin gusht dhe në shkrimin e një kontrate kolektive që do të siguronte paga më dinjitoze dhe kushte më të sigurta në punë. Por në vend të dialogut situata është përshkallëzuar. Tet Albania ka pushuar nga puna 40 minatorë të tjerë, me argumentin se bojkoti ka shkaktuar dëm ekonomik kompanisë dhe se punëtorët kanë shkelur kodin e punës. Këtyre shkarkimeve nga puna shtohen edhe 17 të tjerë të larguar më herët, duke çuar numrin total të pushuarve në 57 minatorë. Sipas minatorëve, këto masa janë akmarrje për qëndrimin e tyre sindikal dhe e konsiderojnë vendimin të palishëm. Ata i kanë kërkuar qeverisë dhe Ministrisë Ekonomisë të ndërhyjë për zgjidhjen e situatës, por deri më tani nuk ka pasur asnjë reagim zyrtar. Javën e kaluar protestuesit u zhvendosën në Tiranë, ku minatorët protestuan para kuvendit, por sërish nuk pat reagime si nga kompania, po ashtu edhe nga institucionet. Minatorët shprehën vendosur për të vazhduar bojkotin deri në plotësimin e kërkesave, ndërsa situata në Spaq mbetet e tensionuar.